dëgjojmë zërin dhe fjalorin studentëve. Unë marr pjesë vetëm si pjesëmarrës, mbështes këtë vetëm si pjesëmarrës. Dhe normalisht kjo protestë si shkas humor në fakt një të drejtë elementare që mohoi nga organet, nga Ministria e Drejtësisë faktikisht. Ne e dim, në Maqedoni janë 3 universitete shqiptare faktikisht. Kemë Universitetin e Tetovës, Universitetin e Europës Juglindore, që është privato publik, dhe Universitetin Nën Tereza, 2 universitete shtetërore dhe 1 universitet privato publik, quajmë. Universiteti i Shtulit që e njohim ne. Normalisht, fakulteti, të 3 universitetet kanë fakultet drejtësie. Dhe studentët shqiptarë në fakt mësojnë në gjuhën shqipe, japin provimet e juridikut në gjuhën shqipe, e kur vjen puna të japin këto provime profesionale, kanë stërkëmza dhe normalisht deshen edhe me stërkëmza gjuhësore, normalisht. Dhe normalisht kjo ka qenë një e drejtë që është dashur që të realizohet që moti, po ja që vjen një moment që disa studentë marrin guximin që të reagojnë në mënyrë pak më kategorike dhe ja u organizohet kjo proteste e sotme. Në fakt, cili është qëllimi, zëri Snopshe, që edhe pse mësohet shqip, kur vjen puna tek provimet, mos bëhen në gjuhën shqipe? Shqipi, lere me se mësohet shqip, se ne kemi disa universitete në Maqedoni, po edhe të gjitha ligjet në Maqedoni janë të përkthyer në gjuhën shqipe. Sipas informacioneve që e kam, nuk ka ligj që nuk është përkthyer në gjuhën shqipe. Pra, realizimi i provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe duhet të ishte një akt formal. Pra, duhet të ekzistonte një vullnet shumë elementar. Një problem të tillë në Maqedoni ne kemi pas edhe me provimet të administratës. Pra, ka provime administrate të njerëzit të cilët konkurrojnë për vendime pune, duhet plotësojnë disa kushte administrative.